Generali dhe njëkohësisht ministri aktual i mbrojtjes së Kosovës është nderuar ditën e sotme me medaljen Ylli i Gjenerali. Kjo medalje është një mirënjohje e cila ndahet nga grupi Click Expo Group, antare e organizatës botërore të industrisë dhe panajireve, për ushtarakët që mbajnë gradën e generalit dhe që kanë dhënë kontribute të veçanta në luftë dhe në paqe për lirinë e popujve dhe dinjitetin njerëzor. Ceremonia u zhvillua në ambientet e amfiteatrit të brigadës për mbështetje operacionale të forcave të sigurisë së Kosovës në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin dhe generali Kadri Kastrati, zyrtar dhe oficer të lartë të forcave të sigurisë së Kosovës dhe Ministrisë së Forcave të Sigurisë së Kosovës, si dhe General Brigad Agim Lala, drejtori i Arkivit Qendror të Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Ju falenderoj nga zemra për këtë ndërë të madh që më bëhet sot duke më dakorduar këtë medalje e cila për mua ka një vlerë të veçantë për shumë arsye, por për spaku dy arsye. Arsyeja e parë është sepse e ka një emër të veçantë, Ylli i Generalit, dhe arsyeja e dytë është sepse vjen nga Shqipëria dhe e ka si bazë një figurë të shquar ushtarake të kombit shqiptar, generalin Hera Muhametaj, që për mu vërtet do thotë shumë. Një moment i veçantë në ceremoni ishte edhe dedikimi i veçantë që u bë ministri Çeku nga një prej mjeshtrave të letërsisë shqipe, Dritoro Agolli, ku e bija e tij, Elona Agolli, i dhuroi botimin e shkrimtarit me nënshkrimin e tij. Kam nderin dhe fatin të dorëzoj këtë libër me nënshkrimin e atit tim. Më lejoni zoti ministër që t'ju lexoj nënshkrimin. General Agim Çeku, njëri prej heronjve të luftës për çlirimin e Kosovës nga zgjedhja shekullore. Njeriu që shkrin trimërinë, mirësinë, nderimin e njerëzve dhe punën për mbarësinë e vendit. Me dashuri dhe respekt, Dritro Agolli. Dua ta falenderoj nga zemra poetin e madh, shkrimtarin e madh, shqiptarin e madh Dritro Agolli për këtë ndër të madhe që më bëri. Kjo medalje i është propozuar presidentit Luan Muhametaj të Click Expo Group që t'i akordoi General Agim Çekut nga Komisioni i Vlerësimeve, përbërë nga Bordi i Generalëve.